Shkua deri aty sa të përdornit inteligjencën artificiale, sepse nuk mjaftoi ignoranca biologjike e llapaqenëve tuaj mediatik për të mashtruar popullin. Me çdo ditë që kalon, shtohet agonia e Edi Ramës në pushtet, i cili nuk ndodhet më në zonën e tij të Reatis, të protestave me Molotov, sepse përballë ka të rinjë të reja, familjar që vinë në protest me fëmijët për dore. Me çdo ditë që kalon, trashet gjithnjë më shumë edhe komploti kundër Shqipërisë që lulëzon nën vizionin e Sultan Ramës. Dje doli një intervistë për media ndërkombëtare CNN për turpin e gjithë ne që e kemi kryeministër dhe filloi të sulmonte gazetarët britanik me të njëjtën gjuhë siç është mësuar të bëjë me gazetarët shqiptar. Protesta, sqaroi dje Sultani, nuk është e shtrirë në gjithë Shqipërinë, tha, por vetëm në kryeqytet. E para, protest pati edhe në Vlorë edhe në Durrës, po prit mos u nxitel, dua t'i them. Prit të shohësh se si protesta do të shtrihet jo vetëm në mbar Shqipërinë, por mos haro edhe shqiptarët që i ke detyruar të shpërndahen në mbar botën. Prandaj prit se do ta shohësh se si protestojnë shqiptarët. Ne jemi në një luftë hibride, tha. Shqipëria është në sulmin e armiqve. Kur kryeministri i vendit nxjerr pretendime të tilla për armiq imagjinar, a nuk ka përgjegjësinë për të gjithë llumin që nxjerr nga goja përpara shqiptarëve të parashtrojë një provë të vetme? A duhet që ata të rinj, ato të reja, ta pranojnë sot propagandën e kohës së bunkerizimit të Shqipërisë, kur e gjithë bota imperialiste e revizioniste me zor priste që të na pushtonte? A është ky standardi i kryeministrit piktor?